Reklama e publikuar nga kompania e Bulmetit Erzeni ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik, pasi shumë artistë, studiues dhe qytetar e kanë konsideruar atë si një thyrje të hapur ndaj këngës labe dhe figurës së këngëtarëve lab. E ndërsa zëri është i këngëtarit të mirënjohur Nazif Çela, pamjet filmike janë të grupit të njohur Jeona Labe, të drejtuar nga Berdo Berdaj, dhe si marrëse është Fatbardha Brahimi Hosai. Grupi Jeona Labe ka reaguar duke cilësuar si një denigrim që i ka bërë këtij grupi lab, pasi personat që e përbëjnë atë janë artist, duke merituar kështu edhe titullin mjeshtri madh, por degradimi i është bërë këngës labe, në këtë rast, ashtu si kundër edhe vetë artistëve. Ndaj grupi Jeona Labe do të ndjek të gjitha rrugët ligjore, por edhe institucionale, për të denoncuar këtë skandal të kompanisë së Bulmetit Erzeni. Ky imazh është konsideruar nga shumë kush jo si humor, por si një tallje dhe banalizim i një prej pasurive më të rëndësishme kulturore shqiptare, siç është kënga labe. Në labëri edhe vetë shpreha koklop konsiderohet e rëndë dhe poshtëruese. Për këtë arsye, vendosja e kokave të lopëve mbi kokat dhe trupat e artistëve lab të Jeona Labe është parë si një akt përçmues ndaj njerëzve që mbajnë gjallë traditën shekullore të këngës tonë të bukur labe. Në vend që kultura të trajtohet me dinjitet dhe finesë artistike, reklama e Erzenit është perceptuar si një përpjekje banale, duke deformuar ato që në labëri e kanë të shtrenjtë, traditën, kulturën dhe vetë këngën labe. Një denigrim kjo ndaj këngëtarit të njohur Nazif Çela, por edhe grupit të mirënjohur lab Jeona Labe me drejtues Berdo Berdaj. Grupi këngës labe paralajmëron se do të drejtohet institucioneve përgjegjëse për të mbrojtur trashëgiminë kulturore dhe të drejtat e artistëve, pasi shumë zëra e konsiderojnë këtë reklam jo vetëm të papranueshme dhe të përshtatshme, por edhe fyerje ndaj kulturës sonë kombëtare dhe vetë këngës labe. Në një kohë kur kultura shqiptare duhet promovuar me krenari dhe kujdes, përdorimi i këngës labe si sfond humori banal shihet nga shumë kush si një akt i rënd banalizimi i trashëgimisë sonë kombëtare. Por edhe nëse kompania Erzeni do të shiste qumësh lope të trevave të labris, apo edhe nga fshati Lapardha, nga vjen personazhi kryesor Nazif Çela, ashtu si kundër edhe nga zona që përfaqëson grupi lab Jeona Labe, edhe mund të kishte gjysmë justifikimi, por të shesësh qumësh serb, aq më tepër qumësh plur, si qumësh labërie, kjo është e papranueshme. Një skandal që duhet përballet me ligjin, ashtu si kundër edhe duhet ketë reagime institucionale nga institucionet më të larta, jo vetëm të drejtësisë, por edhe të kulturës sonë kombëtare.